Bashkimi Evropian vjon apelet në drejtim të klasës politike shqiptare për të nisur sa më parë dialogun politik për daljen nga ngërçi si rruga e vetme për proceset integruese të Shqipërisë. Ministri Gjerman për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, Dirk Nibel, për të cilin ditët e fundit është përfolur se do të negociojë mes palëve politike në Shqipëri për të dalë nga ngërçi, ka konfirmuar se në takimin që ka zhvilluar me liderët e politikës, Sali Berisha dhe Edi Rama, është folur për situatën politike dhe për zgjidhjen e ngërçit. Dhe për këtë, tha ai, gjithçka varet vetëm nga politika shqiptare dhe vullneti për të ecur më tej në këtë rrugë. Das friedliche Zusammenleben ist die Grundvoraussetzung auch für eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Ne gjatë këtyre bisedave patë mundësi të vinim theksin rreth faktit që është mjaft e rëndësishme bashkëjetesa paqësore midis faktorëve politik në vend. Pikërisht edhe për procesin e paraflimit me Bashkimin Evropian është mjaft e rëndësishme të riniset dialogu politik në vend, pasi kuptohet që një bashkëjetesë e tillë paqësore është edhe një kusht paraprake domosdoshëm për zhvillimin ekonomik të vendit. Ne në kuadër të bashkëpunimit tonë mbështesim Shqipërinë në procesin e paraflimit ndaj Bashkimit Evropian, por tempon dhe ritmin e këtij procesi do ta përcaktojë vetë Shqipëria. Nga Selia Ros bëhet me dije se në qendër të bisedimeve mes kreut të Partisë Socialiste Edi Rama dhe ministrit gjerman ka qenë situata politike në vendin tonë. Në faqen zyrtare elektronike të Partisë Socialiste, sqarohet se në takim u fol për zhvillimin e demokracisë në vendin tonë dhe konsolidimin e shtetit të së drejtës, ndërsa mësohet se ministri Nibel nga ana e tij shprehu interes mbi pikpamjet e opozitës për zhvillimin politik dhe ekonomik të vendit, si dhe hapat që duhet të ndjekë Shqipëria në rrugën e zhvillimit evropian. Po ashtu, Këshilli i Ministrave konfirmon takimin mes kryeministrit Berisha dhe ministrit gjerman, nga ku mësohet se kreu i qeverisë shqiptare ka siguruar përfaqësuesin e qeverisë gjermane se prioriteti i qeverisë shqiptare mbetet integrimi evropian, për të cilin ajo po përmbush të gjitha angazhimet e saj në këtë proces.